Çfarë do të bënte një nën nëse përballë saj do të gjendej vrasësi i djalit të saj? A do ta dorëzonte, a do ta vriste, apo do ta linte të ikte, vetëm sepse kishte dhënë një fjalë? Në historinë shqiptare ekziston një rrëfim tronditës që flet për fuqinë e një fjale të vetme, besës. Por kjo nuk është një histori e zakonshme për besën. Kjo është historia e një nëne që mbrojti me besë vrasësin e të birit. Nëse ju interesojnë histori të vërteta shqiptare që tregojnë karakterin dhe shpirtin e këtij populli, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu tregohen rrëfime që rrallë dëgjohen në libra. Në traditën shqiptare dhe sidomos në kanunin e Lek Dugagjinit, fjala besë kishte një peshë të jashtëzakonshme. Por për të kuptuar sa e shenjtë ishte besa për shqiptarët, duhet të imagjinojmë jetën në malësitë shqiptare disa shekuj më parë. Në atë kohë nuk ishte polici, nuk ishte gjykata dhe as institucione shtetërore që të vendosnin drejtësinë. Fshatrat dhe fiset jetonin të mbështetur kryesisht në rregullat e kanunit dhe në nderin e burrave. Në një shoqëri të tillë, fjala e dhënë ishte më e fortë se çdo dokument. Kur një burr jepte besën, ai nuk jepte vetëm një premtim, ai vendoste në rrezik nderin e familjes, reputacionin e fisit dhe jetën e tij, sepse nëse besa thyhej, turpi nuk binte vetëm mbi individin, por mbi gjithë shtëpinë e tij. Pikërisht për këtë arsye në ndërgjegjen popullore shqiptare u krijua një kult i vërtet ndaj besës. Ajo ishte një ligj moral që shpeshherë qëndronte edhe mbi hakmarrjen. Besa nuk ishte thjesht një premtim, ajo ishte garanci jete. Sipas kanunit, kur ndodhte një vrasje, dorasi kishte të drejtë që përmes miqve të kërkonte besën nga familja e të vrarit. Kjo do të thoshte se për një kohë të caktuar, ai mund të lëvizte lirshëm pa u ndjekur për gjak. Kanuni e përkufizonte kështu. Besa është një kohë sigurie që shtëpia e të vrarit ia jep dorasit dhe familjes së tij duke mos i ndjekur për gjak deri në afatin e caktuar. Madje në disa raste dorasi mund të merrte pjesë edhe në mortin e viktimës. Dhe një fakt i rënd, por domethënës, ai që e thyente besën dënohej me vdekje nga vetë fisi, sepse për shqiptarët fjala e dhënë ishte më e fortë se hakmarrja. Por një histori e rrëfyer nga akademiku Mark Krasniqi e tregon këtë parim në mënyrën më dramatike të mundshme. Një ditë në një fshat shqiptar ndodhi një vrasje. Në një përleshje të papritur, një burr vrau një tjetër, një njeri që as nuk e njihte mirë. Menjëherë pas krimit, filloi ndjekja. Burra të armatosur u vun pas tij për ta kapur. I friksuar dhe i lodhur nga ikja, vrasësi hyri në një obor të një shtëpie fshati. Aty gjeti vetëm një plak. Me frymë të prerë, ai ju lut: "Nan, më shpëto, kam vrarë një njeri, po më ndjekin, ma jep besën që të mos tregosh." Plaka e shikoi. Ai ishte një i huaj, një i aratisur, një vrasës. Por sipas zakonit shqiptar, kur dikush kërkonte besë, ajo nuk refuzohej lehtë. Dhe plaka tha vetëm një fjali: "Ta jap besën." Në atë moment, plaka nuk e dinte se çfarë kishte bërë ai burr. Ajo nuk e dinte kë kishte vrarë, nuk e dinte nga vinte dhe as çfarë tragjedie kishte ndodhur pak minuta më parë. Për të, ai ishte vetëm një njeri që kërkonte mbrojtje dhe sipas zakonit shqiptar, një njeri që kërkonte besë nuk mund të refuzohej lehtë. Sepse të refuzoje një njeri që kërkonte besë në një moment rreziku, ishte një njoll që mund të ndiqte familjen për breza. Plaka e fshehu në shtëpi dhe e qetësoi, ndërsa nga larg dëgjoheshin zërat e burrave që po afroheshin me shpejtësi.
Askush nuk e dinte se çfarë prove e rënd do të vinte vetëm pak qaste më vonë. Nuk kaloi shumë, pak minuta më vonë në obor hyn disa burra të zemëruar. Ata po kërkonin vrasësin. Njëri prej tyre e pyeti plakën. A ke parë një njeri që vrapoi këtej? Plaka qëndroi e qetë. Pastaj burrat i treguan të vërtetën. Ata i thanë, ky njeri para pak minutash ka vrarë djalin tënd. Në atë moment, për një nan, bota duhej të shembej. Dhimbja ishte e paimagjinueshme. Në shtëpinë e saj ndodhej vrasësi i të birit, dhe askush nuk do të dënonte nëse ajo do të tregonte. Por plaka kishte dhënë besën. Ajo shtrëngoi zemrën dhe tha vetëm një fjali. Jo, nuk e kam parë askënd. Kjo ishte ndoshta një nga momentet më të rënda që një nën mund të përjetoj. Në oborin e saj ndodhej vrasësi i djalit të saj, ndërsa përpara saj qëndronin njerëz që kërkonin drejtësi. Një fjale vetme do të mjaftonte dhe gjithçka do të merrte fund. Askush nuk do ta gjykonte nëse ajo do të tregonte. Askush nuk do ta fajsonte nëse do të kërkonte hakmarrje. Por plaka kishte dhënë besën. Dhe për shqiptarët e asaj kohe, fjala e dhënë ishte më e rëndë se çdo dhimbje personale. Burrat vazhduan ndjekjen në drejtim tjetër. Kur ra nata dhe gjithçka u qetësua, plaka shkoi tek vendi ku kishte fshehur vrasësin. Ai ende nuk e dinte të vërtetën. Ajo e nxorri jashtë. Pastaj me zë të rënd dhe me një dhimbje që vetëm një nën mund ta ndjej, i tha: Ti ke vrarë djalin tim. Vrasësi mbeti i ngrirë, por plaka vazhdoi. Megjithatë, unë të dhash besën. Ajo e mallkoi për krimin që kishte bërë, por nuk e dorëzoi, nuk e vrau, nuk e tradhtoi fjalën e saj. Ajo vetëm i tha të ikte dhe të mos kthehej kurrë, dhe e la të largohej në errësirë. Kjo histori e treguar nga akademiku Mark Krasniqi është një nga shembujt më të fortë të besës shqiptare. Sepse ajo tregon diçka që sot duket e pabesueshme. Një nën që sakrifikon hakmarrjen për të mos thyer fjalën. Në një botë ku gjaku kërkonte gjak, besa ishte drita që e ndalte atë. Ajo ishte ligj moral, i pashkruar në libra, por i gdhendur në ndërgjegjen e shqiptarëve. Historia e kësaj nëne nuk është vetëm një rrëfim tragjik. Është një dëshmi se sa e shenjtë ka qenë fjala e dhënë në traditën shqiptare. Sepse për shqiptarët e dikurshëm, fjala e dhënë vlente më shumë se hakmarrja, madje edhe më shumë se vetë jeta. Por tani dua ta di edhe mendimin tuaj. A do të mund ta bënit ju të njëjtën gjë? A do ta mbanit besën edhe nëse përballë do të ishte vrasësi i djalit tuaj? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.